Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një ndjesi që pothuajse çdo njeri e ka përjetuar të paktën një herë në jetë duke ecër vetëm natën, rruga është e qetë, dritat janë të pakta, dhe pa pritur të linë ndjesia sikur dikush është pas teje, sikur po të ndjek, sikur po të vazhgon. Kthen kokën, nuk ka askënd, por ndjesia nuk largohet. Zemra fillon të rromë më shpejt, hapat i shpejton pa kuptuar, trupi hyn në gjendje alarmi. Shumë njerëz e përshkruajnë këtë si instinkt, të tjerë si diçka paranormale. Por çfarë ndodh realisht në tru në ato moment? Në këtë video do të kuptojmë pse lind ndjesia se dikush po na ndjek në errësirë, edhe kur nuk është askush. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Instinkti i lashtë i mbijetesës. Për ta kuptuar këtë ndjesi, duhet të kthehemi mijëra vite pas, në kohën kur njerëzit jetonin në natyrë. Errësira ishte territori i grapiqarëve. Ata që ishin më vigjilent, më të ndjeshëm ndaj rrezikut, kishin më shumë gjasa të mbijetonin. Truri ynë ka ruajtur këtë mekanizëm. Edhe sot në një rrugë të sigurt qyteti, sistemi ynë nervor reagon sikur jemi në pyll. Errësira aktivizon alarmet e brendshme. Amigdala, qendra e frikës. Në tru ekziston një strukturë e vogël, por shumë e fuqishme, e quajtur amigdala. Ajo është e përgjithshme për përpunimin e frikës dhe kërcënimit. Kur jemi në errësirë, amigdala bëhet hiperaktive. Ajo skanon çdo tingull, çdo lëvizje, çdo hije, edhe më të voglën. Problemi është se ajo nuk pret prova të plota. Mjafton një sinjal i paqartë dhe aktivizon reagimin e frikës. Errësira dhe mungesa e informacionit vizual. Sy ton ka nevojë për dritë për të përpunuar realitetin me saktësi. Në errësirë, informacioni vizual është i kufizuar. Kur truri nuk merr mjaftueshëm të dhëna, ai fillon të plotësojë boshllëqet. Hijet, lëvizjet e vogla apo reflektimet interpretohen si figura njerëzore. Ky proces është automatik, nuk e kontrollojmë dot me vetdije. Tinguj që duken si hapa. Natën edhe tingujt më të vegjël duken më të fortë. Je duke ecur dhe dëgjon një zhurmë pas teje. Shpesh është jehuna hapave të do, era që lëviz objekte ose ndonjë kafshë e vogël. Por truri në gjendje alarmi interpreton si hapa që të ndjekin. Kjo rrit ankthin dhe përforcon ndjesinë e rrezikut. Kur perceptohet rrezik, aktivizohet mekanizmi lufto ose ek. Dhe si pasojë kemi rrahje të shpejta zemre, frymarrje e shpejtë, tension muskulor, rritje e vigjilencës. Ky reagim e bën ndjesinë shumë reale fizikisht, edhe kur rreziku nuk ekziston. Roli i imagjinatës dhe kujtesës. Filmat horror, historitë e frikshme dhe përvojat e mëparshme ndikojnë shumë. Truri ruan skenar kërcënimi. Kur jemi vetëm në errësirë, këto skenar aktivizohen automatikisht. Imagjinata fillon të projektojë rrezik mbi realitetin. Pse shpejtojmë hapat pa e kuptuar? Shumë njerëz raportojnë se fillojnë të ecën më shpejt kur ndjejnë prani. Kjo ndodh sepse trupi përgatitet për arratisje. Edhe pa vendim të vetëdijshëm, sistemi nervor rrit ritmin e lëvizjes për t'u larguar nga kërcënimi i perceptuar. Kur është ndjesia reale? Edhe pse zakonisht është iluzioni i trurit, instinkti nuk është gjithmonë gabim. Ka raste kur ndjesia e vëzhgimit vjen nga sinjale reale periferike. Zhurma, lëvizje apo energji sociale që truri i ka para vetdijes. Pra mekanizmi është real, por shpesh aktivizohet edhe pa rrezik. Ndjesia se dikush po të ndjek në errësirë është një përzierje mes biologjisë dhe psikologjisë. Ajo lind nga instinkti i mbijetesës, aktivizimi i amigdalës, mungesa e informacionit vizual, interpretimi i gabuar i tingujve dhe imagjinata e simuluar nga frika. Truri ynë është i programuar të zgjedhë siguri mbi qetësinë. Më mirë të frikësohet kot se sa të mos reagojë kur rreziku është real, sepse ndonjëherë ajo që na ndjek në errësirë është vetëm mënyra si funksionon truri ynë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.